Çdo fitues tjetër përveç Allahut është imposhtur. Le të zhytemi në thellësinë e kësaj thënie dhe të shqyrtojmë kuptimet e saj në dritën e Kuranit. Për të kuptuar mesazhin ndriçues të kësaj thënie, do t'i referohemi disa ajeteve kuranore që hedhin dritë mbi konceptin e fitoreve dhe humbjeve. Allahu në suren Ali Imran, ajeti 26, thot: Thuaj, o Allah, Zoti i mbretërisë, ti je pushtet kujdo dhe ja merr kujt don ti. Ti e lartëson këdo dhe poshtëron këdo. Në dorën tënde është çdo e mirë. Me të vërtet, ti je kompetent mbi çdo gjë. Ky ajet thekson se gjithë pushteti dhe autoriteti i përkasin vetëm Allahut. Ai i jep fitore dhe pushtet kujt të dojë dhe ja heq kujt të dojë, pavarësisht se sa i fuqishëm apo triumfues mund të duket dikush në këtë botë, fitoret e tij janë të përkohshme dhe në varësi të vullnetit të Allahut. Në fund, të gjithë do të përgjigjen para tij. Një ajet tjetër që plotëson thënien në fjalë gjendet në suren Mumtehane, ajeti 8. Allahu nuk ju ndalon të jeni të drejtë dhe të veproni me drejtësi ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe nuk ju dëbojnë nga shtëpitë tuaja. Me të vërtetë, Allahu i do ata që veprojnë drejtësisht. Ky ajet nxjerr në parë ëndësinë e drejtësisë dhe barazisë në marrëdhënie me të tjerët, edhe me ata që nuk ndajnë të njëjtat besime ose vlera. Ai na kujton se fitore e vërtet nuk qëndron në mbizotërimin mbi të tjerët, por në ruajtjen e drejtësisë dhe virtytit. Ata që veprojnë me drejtësi dhe i trajtojnë të tjerët me mirësjellje dhe respekt, janë ata që arrin sukses të vërtet në sytë e Allahut. Tani, le të reflektojmë mbi domethënien e thellë të thënies së Imam Aliut. Ajo na kujton se çdo fitore e arritur nga individët apo kombet në këtë botë është e përkohshme dhe e kalueshme. Pavarësisht fuqisë ose sukseseve të dikujt, triumfi i tij është i parëndësishëm në planin e madh të gjërave. Fitoria e vërtet dhe e përjetshme mund të arrihet vetëm duke ju dorëzuar vullnetit të Allahut dhe duke u përpjekur ta kënaqim atë në çdo aspekt të jetës. Imam Aliu, i njohur për dijen dhe urtësinë e tij të thellë, na kujton se fituesi i vërtet është Allahu vetë. Ai ka kontroll të plot mbi çdo gjë dhe është burimi i gjithë pushtetit dhe autoritetit. Çdo fitore e arritur nga njeriu është vetëm pasqyrimi i fuqisë dhe vullnetit të Allahut. Kjo thënie na përkujton të mbetemi të përulur dhe të njohim varësinë tonë prej tij. Po ashtu, kjo thënie shërben edhe si paralajmërim kundër arrogancës dhe krenarisë. Kur individët ose kombet e humbasin mendjen pas fitoreve dhe arritjeve të tyre, shpesh harrojnë qëllimin e vërtetë të jetës dhe humbasin vlerat e drejtësisë, mëshirës dhe përulësisë. Krenaria e tillë mund t'i çojë në rënje dhe humbje përfundimtare. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na përkujton se fitoria e vërtetë qëndron në dorëzimin ndaj vullnetit të Allahut dhe në ruajtjen e drejtësisë dhe virtytit. Çdo fitore e arritur nga njeriu është e përkohshme dhe e varur nga vullneti i Allahut. Ai na kujton të mbetemi të përulur dhe të njohim se i gjithë pushteti dhe autoriteti i përkasin vetëm Allahut. Le të përpiqemi të arrijmë suksesin e vërtet në sytë e Allahut, duke mishëruar drejtësinë, mëshirën dhe përulësinë në çdo aspekt të jetës sonë.